Aktori Rizal Veleshja ka qenë banor i Big Brother Kosova VIP Treshi, por e kisha harruar për një deklaratë e tija ka ngjallur debate në rrjetet sociale dhe në emisione. Nuk më pëlqen qasja që ai ka për Kosovën apo më saktë për shqiptarët e Kosovës. Në një intervistë për Andale, mënyra se si ai komentoi për mua është tallëse, pasi imitimi apo qasja që ai tregoi se si kishin reaguar në disa situata ku ai ishte ngjendur në Big Brother, mënyra se si e shprehu për mua është një ofendim i madh, pasi ishte pikërisht Big Brother i Kosovës që ja hapi derën atij dhe bëri pjesë, pa çka se rrugtimi i tij zgjati pak për shkak të gabimeve dhe të një loje të pisët që ai bëri dhe që nuk u pëlqye në publik, gjë që e nxori atë me përjashtim me zarf të zi nga shtëpia e Big Brother Kosova VIP Treshi. Ai ka deklaruar që artistët e Shqipërisë nuk mbështeten kur shkojnë në Kosovë dhe ka një lloj përbuzje apo nga ana tjetër ka një lloj mospranimi. Sigurisht që ku flet me këtë lloj qasje, ti nisesh nga vetja dhe bën një analizë apo jep një shpjegim apo shpreh atë që ti ndjen në raport me atë që merr kur je në Kosovë. Kurse si nuk mund të them që ka një lloj përçarje apo ka një lloj, le të themi, inati. Ka persona, ka dhe personazhe që flasin kundër, sigurisht, edhe kjo është më se e kuptueshme, por ta përgjithësosh të gjithë gjën edhe t'i vësh nota, le të themi, dashakeqëse apo përçarse, për mua nuk është e duhur. Nuk është e duhur, pasi janë pikërisht profesorat, siç i quaj unë, që bëjnë muzikë të mirë, më të mirë se në Tiranë që bëjnë në Prishtinë, janë ata që furnizojnë dhe japin hite artistëve të Shqipërisë dhe bie e gjithë pazulli që Rezarti ngriti duke thënë që artistët shqiptarë nuk mbështeten dhe nuk pranohen në Kosovë. Janë pikërisht këta producent, tekstshkrues apo shtëpi diskografike që kanë prodhuar dhe prodhojnë hite që i japin edhe artistëve shqiptarë dhe që kanë suksese dhe fitojnë mani. Kuptoi inatin e Rezartit pasi doli nga shtëpia e Big Brotherit me një njoll edhe nuk shkoi aty ku dëshironte, por çdo gjë i erdhi si pasojë veprimeve të tija. Edhe këtë lloj mllefje dhe këtë lloj inati kaq të papritur, gjë që nuk e trajtoi për sa kohë ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit, për mua i shikoj më shumë deklarata për të marrë një lloj vëmendje, pasi këto kohë ka qenë në heshtje dhe nuk e kam parë dhe nuk e kemi parë në ndonjë projekt që të jetë i angazhuar. Është bërë ullës se kush dëshiron që të jetë në qendër të vëmendjes, provokon tek një gjë që është kaq e ndjeshme, tek një bashkim i cili nuk erdhi sot dhe nuk do të shuhet kurrë nesër. Shqiptarët janë kudo, bashk, një, ka dhe kokra, pyll pa dera nuk ka, që flasin apo nxisin përçarje, si këtej në Tiranë, por edhe në Prishtinë. Kam parë dhe kam dëgjuar personazhe që flasin për një lloj përçarje midis shqiptarëve, sikur ne i kemi inat, ata na kanë inat, pra që nuk e duam njëri tjetrin. Nëse do të flas nga eksperienca ime, unë kam qenë dhe vijoj të jem i lidhur me Prishtinën me çdo emision, ku çdo emision më ka vlerësuar dhe më ka bërë pjesë të saj, ku ndjem si shtëpis, kudo, në Klan Kosova, tek T7, te RTV Dugagjini, te Kanali 10, te TV1, kudo ku ka media, mua dera më është hapur dhe nuk ka pasur asnjë lloj barriere, si sot Rezarti, që nuk pranon artistat për edhe personazhet në media apo dhe në emisione. E them dhe rithem që është një inat personal që ai pati një rrugtim të keq në Big Brother dhe tani që erdhi momenti dhe e pyetën në këtë intervistë e cila është bërë e bushme, ai nxori të gjithë vrerin dhe të gjithë inatit që kishte. Ai përmendi një fakt që artistë sipas tij, Albania apo Elvana nuk marrin çmime në Kosovë, por nuk ka evenimente në Kosovë që të ndahen çmime dhe nuk ju dhan artistëve që vinë nga Shqipëria. Ndaj, edhe një herë tjetër, është një deklaratë e cila është nxitse për vëmendje dhe asnjë gjë më shumë.